nga dy sportistë mund themi që nga koha pas luftës ma besnik tek skuadra e Prishtinës, ndryshe tek Kryqëziti. Po se Edmond Azemi ti edhe fjalët. Ai ka moralin, por do t'i bëhet Oltit morali. Edhe cili vend do të ishte i preferuar që Olti me pas moralin. Bes fanderit për pyetje dhe fanderit Lerikut për statusin. Shikam, Edo ka qenë inspirim për krejt neve. Edo ka qenë, është miki imi, ka qenë lojtar i jashtëzakonshëm, besnik i Prishtinës, edhe mendoj që edhe storia e Edo, edhe storia e Oltit do të më qenë inspirim për krejt ata që kanë me vesh një herë në jetën e vet ndresën e Prishtinës. E meritoj moralin, nuk e di, unë po mendoj që janë të tjerë. Me qenë se i prej dy lojtarëve që kanë qëndruar besnik gjatë gjithë kohës skuadrës së Prishtinës. Unë këto apelat tek tjerët me vlerësu, falënderit ty për unë pe marr si kompliment jashtëzakonshëm edhe emocional, po mbetet që të tjerët me pa se aja vlen. Unë jam shumë i lumtur për karrierën, jam shumë i lumtur për qindra mesazhet që i kom marrë në momentin që e kom publiku njoftimin, edhe për mua fjalët mjaftojnë për me kuptu se sa do pak ka qenë e rëndësishme kjo karrierë. Besnikëria për Prishtinën unë e kom përmenë edhe të një koleg i jotit para disa mujve që edhe 200 jeta, edhe 200 vjetë karrierë me i pas, unë e Prishtinën nuk e kisha ndrua asnjëherë, edhe kombinat Prishtinës besnik deri në frymën e